Ditën e sotme në ambientet e Pallatit të Kulturës Margarita Tutulani në Berat u zhvillua aktiviteti festiv Talentet e Vegjël në Vallëzim. Një organizim i Qendrës Kulturore të Fëmijëve në bashkëpunim me Drejtorinë Arsimore dhe Kopshteve të qytetit të Beratit. Fëmijët e 10 kopshteve publike të qytetit të Beratit ngjiten në skenë performanca të përgatitura me kujdes, duke dëshmuar përkushtimin e edukatorëve në koreografi, kostumografi dhe disiplinë artistike. Performancat e artistëve të vegjël u ndoqën me interes të lartë dhe duartrokitje nga prindër dhe qytetarë të shumtë, të cilët mbushën sallën e Pallatit Kulturës. Një uri profesioniste e përbërë nga Arben Qafa, drejtuesi i Qendrës Kulturore Margarita Tutulani, Entela Toto, drejtoreshe e Qendrës Kulturore të Fëmijëve, Dodona Shatri dhe Altin Metou, vlerësuan me çmime performancat më të mira, ku çmimi i parë absolut shkoi për kopshtin Tafil Roli Uznov me kërcimin Afrikanët në skenë. Gjithashtu çmimet të para morën kopshtet Çlirim 1 dhe 10 Koriku, ndërsa të gjithë pjesëmarrësit e tjerë u vlerësuan me çmime të dyta për përfshirje dhe nivelin e lartë të performancës.